arsye që nuk ka fituar? Jo, Dhe si u duket skema aktiviti? vetëm një diçka do thosha. Çdo vit shtohen, ndërsa ato janë rregull vendimi i qeverisë për ata. Por një diçka do thosha. Shumë shkresa më duken si burokratike, drejt me të. Ta flasim më shumë se ndoshta për arsye se çdo njeri që ka marrë tokën e ka marrë me një vendim atë. Ai ka të drejtë vetë me kontrolloj e kam pluguar se kam pluguar. Për mendimin tim. Po të gjerit jo 3 hektarë ashtu. Ne kur i kemi marrë si mas fryme na i 2 lymë, na 10 lymë në kështu. Tani do të bashkojmë bëhemi shokë. Do njëri, do tjetri. Edhe na sill ca të lashe kështu. Skema aktiviti ka përshtuar dhënien e karburantit, por duhet ka subvencione tjera. Ishte më mirë kur merret karburant apo? Jo, më mirë është kështu. Se edhe ajo karburanti kisha abuzime shumë. Se shikoj që njeri merrte 7 kujtal naftë, e tjetri merrte 50 litra, 60 litra. Se ka vetë unë lagje dimë, mos të themi se ka marrë dhe 7 kujtal naftë. Se ka rregulluar me shoqëri, merrte, një nuk e dua naftë, e merrte. Këtu abuzohet në kuptimin. Kurse kjo me bankë është më ndryshe, sepse unë jam bërë me vllain me motrën dhe sipas 2 lyme unë do marr edhe lekët. Nëse ti ke 7 lyme, unë kam 10, do marr për 10 për 7. Kjo është skemë më mirë për mendimin tim. Kjo bashkimi për 3 hektar është më mirë që njerëzit futen edhe në aktivitet punë, mos i lëm të djera. Shumë mendoj. Por përsëri ka burokraci në ca gjëra. Le ti thjeshtojmë. Ka ti thjeshtoj edhe ca gjëra. Ti thjeshtojnë se po shohallatemi shumë. Nuk e di more të gjitha, ti thua se ka problem. Përfituar nga skema e subvencionit. Po, aplikuam Duket skema aktiviti, është përshtuar karburanti, por tani pika me nxehtë karburanti është, sepse unë vadis misrin me ngritje i themin e me pompë. Tani ajo pompa pse duhet paguaj taksat e makinave, paguaj taksën e ngjyrosjes, apo ku ta di unë. Ajo nuk del, nuk kalkulon. Këta duhet të mendojnë ata. Për aplikimi për lopt, në rregull, kurse aplikimi për naftë ka shumë dokumentacion dhe burokraci. Neve punojmë tokat, i të zotët e tokës marrin naftën e djegin për makinat. Kështu që unë kam mesatarisht 17 hektar tokë me qëra. Dhe marrë shumë pak naftë, se shumë pak njerëz të ndërgjegjshëm janë ata që thotë urdhë kartën, urdhë këtë. Me se ata janë të larguar jashtë vendit, thotë, por e thotë unë, thotë, pse ta dërgoj kartën? Thotë, kush e di se çfarë vend, thotë me kartën time. Kështu që këto punë nuk e di pse do vend. Tani të punojmë dhe gjashfitojmë. Çmimet e plerave janë ngritur, karburanti u ngrit, mekanika është ngritur, në fund fare zero. Bulmeti jonë nuk ben, është i mira nga Serbia. Kështu që çmimi i bulmetit nga 60 lek për litër ka rënë në 45 lek për litër. Dhe thonë që të ta ulim përsëri. Nuk e di. Gjithë të shekuj qumësh kanë konsumuar bakteria dhe nuk ka gjetur gjekt. Po. Sot, Bashkimi Evropian pas kanë nxjerrë ligje të tjera. Nuk dim bjenet këtë vdekur ndonjëri nga konsumimi i qumshit. Megjithëse me qumshin këto fabrikat abuzojnë shumë. Qumshti freskët thot lope. Brenda përpunohet me vaj në palme, me nise shte, me molto, e ku ta di unë, qumsht pluhur, të ndahet një herë mirë. Sepse edhe ne femrat nuk përfitojmë diçka. Di aplikuar sot pasi është hapur skema për bletarinë, edhe ata si këtë vite kanë shtuar, kanë çuar 20.000 lekë për një koshere. Gjë për neve është gjë e mirë sepse ka interes për zhvillimin e bletaria është në zhdukje në Shqipëri fatikisht. Po me këtë ndihmë nga shteti them se do ripërtërihet. Kemi edhe aplikuar te Zyra Financa për 10%. Mallin që kemi shit me faturë. Edhe po jemi të kënaqur. Produktin që ju keni fshisni gjithë me faturë për përfituar? Jo, një pjesë. Një pjesë, kjo se pika nuk e pranon, nuk është mallë cilësor, shkon në tregun e Lushnjës, aty tregtarët e vegjël faktikisht e marrin pa faturë. Po pjesa më e madhe ikën me faturë. Gjithmonë malli duhet cilësor, sepse i thon eksport. Faleminderit. Mirat keni dhe. Aplikuat? Jo.
Cila është arsye që nuk ka pikuar? Duhet sipërfaqe prej 3 hektarësh, Ju sa keni? 1 hektar e gjys. Po si do të veproni për përfituar? Asgjë. Kanë thënë ti të bashkohen, tash se dim çfarë do bëjmë, si do vazhdojmë tutje. Do bashkohemi apo jo? Faleminderit. S'pajmë çfarë Keni thashë. ardhur për të aplikuar si Po. duket skema aktiviti. S'kema këtë vitit. Por si vjet është talli. Unë nuk e di pse me këto lekë që ka dhënë ajo, unë tokën e kam marrë me 25-30.000 lekë dylimin. E kam marrë me qira. Edhe 30-40.000 lekë vete punime, plugime frezë, shkon 70-80.000 lekë. Vjen 100.000 lekë dylimi. Ai thot 10.000 lekë për një dylym. Çfarë do bëjmë me 10.000 lekë? S'më del as për rrugën për të vajtë toka dhe për të ardhur. Qa të them tjetër unë? Me të dhe, për vitin e parë, sikur patëm shpresa, na kënaqë, do vim për Evropa, do në ndihmoj, do na bej, s'qe gjë e punë tani. Po, problemet i keni të shitura. Qa përdhimi, po u shitën, po s'u shitën, dhe ati e kam bjell 1 hektar sharqivën. E kam 1 hektar sharqivë. Vjetë pata 5 dylym, i hodha poshtë, shkonë, kush desh i mori, kush desh i ju. Si vjetë e provova për sëri, 1 hektar sharqivë, me 400 lek, 500 lek kubiku që e bleva unë, shko se lek bej, llogaritë tani ti, ku të bëhet pësitur ai, ku ta çoj. Kam më dhjep një vërtet ti muaj që mbill 1 hektar sharqivë dhe ta jap ta marr unë të punoj kot. Këtë vit në ndryshim nga vitet e tjera është hequr rikursimi i naftës, nuk do ketë naftë, por do ketë këto të tjera. Si ju duket, ishte më mirë që të kishit karburantin apo? Po më mirë karburantin duket në viti 7-18.000 lekë, nuk e di vinte dylimit gjë. Si vjet 10.000 lekë është turp. Çat, nuk e di. Faleminderit. Nuk e di çat, për mua është kërceshtalli, unë thash. Qeveria po tallet me fshatarët. Kaq. Jo, s'kemi aplikuar se unë e marrë rrugën si s'kemi bërë për hera, po që ka ndryshe këtë vit. Duhet të hesh 3 hektar tokë, si shtonë. Ai kam 14 dylym. Unë do bashkoh me vllanda, se ne jemi shqyqyri tu, kështu thënë, bashkoh me vllanda, një do ashëm, ani një ndani bashkërisht. Një vetër. Do të bashkoheni për të plotësuar. Plotësura kriterët, ja ky më vet. Kaq me përcolla madhe. Po sigurimet shoqërore keni paguar pasi është një kriter tjetër për të fituar. Duhet të paguaj me sigurinë shoqërore. Po. Ore, atë tokën e Tirana tokës unë e paguaj vit të vit, nuk leun pa paguar. Të gjitha ato. Jo, detyrimet në bashki kam paguar të gjitha. S'kam lanë si vit mangën. Çfarë them? Faleminderit. Kaq. Para cá não é Duket skema aktiviti pasi është përjashtuar nafa apo do të jetë Shumë e mirë, shumë e mirë. Me lehtë, me mirë. Ju faleminderit.